Po pajtona, parti duhet më na dhon përgjigje që kanë me bu nëse pak a shumë është situata e ngjashme, për shkak se kjo e thash fillim është një farë mësimi që duhet me marr, qysh më shku tutje, për ndryshe po bllokohem edhe në një vit, qysh më thonë edhe ajo situatë na çon edhe në zgjedhje tjera. E sa i përket diasporës, Ermal, është vërtet që lëvizja e vendosje që është ta përfundoj çto, se harrojmë as nis po foli. Çto fjali që jam marrë citoja, mos e marr kështu. Jo, e poshtë. Unë mendoj që gjithë publiku është i njoftuar tash me autoritet. S'ka nevojë mi absolut copyrightin. Jo, normal, vetëm të çështja e diasporës. Ajo çka po do me nxjerr lëvizja vetëvendosje si të pa drejt, që zonja Haxhiu tash pak më parë pat duket në status. Domethënë, nuk po ju lojnë juve me votun e diasporë. Ju lutem hajde krejt votoni në Kosovë. Veç pak, sot gjatë gjithë kohës, tu janë nispe ministrin Detyrë Murati, ish deputet dhe vendosjes, na kanë sjell shembuj se si votojnë shoqëni tjera, Rumania, Turqia e tjera. Francia, Austria, Belgjika. A diku është ajo shkarja bazike? Ata njerëz e kanë tregulluar me ligj, na nuk e kemi. Na me ligj e kemi vetëm në ambasada dhe konsullata, duhet me kuptu edhe diaspora këto. E kush e ka bo me ligj? Ju lutem, edhe njëherë, Ermal, tash i gjojmë edhe fajtorët ose përgjës kush e ka bo. Ligji jonë thot, diaspora mund të votoj vetëm në konsullata dhe në ambasada, apo jo? Ka që është? Po e këshyri. Po ju lutem drone ligjin. Ligji që ashtu thot. Po ju lutem drone ligjin. Mos bini situata të tilla që me kriju, do më thonë, atë qasin ndjesie të diaspora, thu se krejt partit politike se në kalojnë diaspora në votu na për restorane, na për klube, na për ku d'ju në qendra tregtare, etjera. Pajtohemi, dhe diasporës duhet me ju kriju natyrisht mundësia me votu, për dash me mendu këta kur është miratu ligji, kur është ndryshu ligji, kur e mbo plotësim ndryshimet e ligjit. Ligji e thot në konsulata edhe në ambasada. Kjo është situata. Çfarë do përpjekje tjetër? Që është të bo vetë vendosja me shkaktu qëtë farë emocionit të diaspora, se na jemi ka dojmë juve mi au kriju mundësin me votu edhe në ambientet e tjera, xhamia, kisha, e tjera. Po, se në xhamie kanë dëvue. A shi po listën ku kanë pas me votu? Apo nuk e ki po, lutem. Kjo është një përpjekje. Në Britanit madhe, votojnë gjithë qytetarët evropianë. Ramabajt, lutem, ligji, apo nismi pej ligjit, apo doni me organizu zgjedhje si pas ligjit. Po, a je për ligj? A je për ligj? Ligji thot këto, ndrone ligjin, nuk kam kur gjo kunder, vetëm bëni ndryshimet e nevojshme në ligj. Edhe thunit po, për pas ambasadave dhe konsulatave, njerëz lejohen me votu edhe në ambientet të tjera, edhe listoni ambientet të tjera cilat janë ato. Ka që thjesht të kjo punë. Po nuk mundesh me shfrytëzue ligjin, të cilën e ki miratu vetë, e ki votu vetë, në këtë rast Ermal, kush e ka miratu ligjin, edhe me pru situatën sikur jo na po dojmë juve me jau kriju mundësin, po këta nuk po ju lojnë me votu. Nuk është kështu. Diaspora duhet me marrë vesh që nuk është kështu. Në tynë, se cili din me lexu, edhe në të shojnë ligjin, bre? Ka që thjesht të kjo punë? E kujdestare e ligjit na doli LDK-ja në këtë rast. O, nuk ka, me LDK-n mune me diskutu pas ta. Unë ka fola dhe i tash... Të tjerët heshtë. Hajtë regjia. Ma boj, fola vetëm për ligjin, bre? Po. Veç për ligjin fola. Veç pak, regjia, nëse ka mundësi, foto 11,